e babët. Me lejnë Allahut si vepër e radhës që do ta trajtoj sonte, është një vepër që besoj gati gjithë tim, e përjetojmë, e ndjejmë, megjithatë e kemi problem që të ballafaqohemi me të dhe shpesh bihemi në të. Kjo është dashuria për dunjën. Zemra në raport me organet e tjera është si mbreti me ushtat. Zemra është mbreti kurse gjymtyrët e tjera janë ushtat. Normalisht kur prishet koka, prishet edhe pjesa tjetër e trupit. E njëjta është kur prishet mbreti, prishen edhe ushtat. Kur përmirësohet zemra, përmirësohen edhe ushtat. Ashtu siç ka në hadithin e Pejgamberit se në trup është një organ i cili nëse përmirësohet i tërë trupin, nëse prishet i tërë trupi është zemra. Zemra do thotë është si kala. Ka dyër, ka porta. Edhe normalisht ato porta janë vendet ku depërtohet deri te ajo kala. Nëse arrihet që të depërtohet nëpërmjet atyre portave deri te kalaja, atëherë kalaja mund që të bie. Kështu është edhe zemra. Shejtani është armiku më i madh. Mundohet që ta gjejë çdo hyrje, çdo portë deri te zemra. E normalisht ai nuk lodhet edhe ai nuk ka synim tjetër. Ai ka këtë synim. Depërtohet te zemra dhe ta prishë zemrën e birit Ademit. Prandaj duhet që të mbrohen gjithë ato porta. Nëse mbrohen ato dyert që kalohet ose zemra në këtë rast qetë e fortë, atëherë do të mbrohet me lenin Allah. Përndryshe nëse nuk lufton për me mbrojtë, atëherë do të bie. E shejtani nëpërmjet hyrjeve të tij, nëpërmjet thellësirave të tij, vezveseve të tij mundohet që të deportohet deri aty. Hyrjet e shejtanit deri te zemra janë shumë, nuk janë pak. Zilia, lakmia, smira, armiqësia, vetpëlqimi, mendimi i keq, ngutja, zemrimi, dashuria për dunjon, e shumë do thotë dyert tjera që shejtani i shfrytëzon që të deportojë deri te zemra ose deri te ajo kala. Kjo kala duhet që të mbrohet patjetër, nëse nuk mbrohet atëherë prishet zbet. E dashuria për dunjon është një prej atyre gjërave që nëse deporton deri te zemra e zbe, e dobëson imanin dhe e dobëson zemrën e robit. Kjo do të jetë tema e sondit me lenin Allah, si vepër e cila e prish zemrën. Çka është dunjoja? Si duket ajo? Si manifestohet te dikush i cili e do? Ne shpeshherë themi që dikush e do dunjon, po tamam, ama si duket ajo? Pse njerëzit nuk janë krejt njëjtë dhe normalisht e shef dikush i cili te disa pikpamjet e tyre e do dunjon mirë, por realisht është burr i mirë, është besimtar i mirë edhe realisht ai më shumë e do ahiretin se dunjon, po dikujt i duket ashtu. Cilat janë shenjat e shumë gjëra do t'i trajtoj shkurtimisht me lenin Allahu Azza wa Jalla. Për sa i përket realitetit dunjos, kush e njeh më mirë se sa vetë krijuesi i saj. Dunjon sado që ne e përshkruajmë me fjalët tona nuk janë boshme dhe nuk janë sakta krejtësisht. Për shkak se ne përshkruajmë dunjon ashtu si e përjetojmë, ashtu si e ndjejmë, ashtu si e shohim. Mirë, po realisht me kohë, me përvojë e shohim shpeshherë që kemi gabuar në përshkrimin e saj. E duhet zakonisht ta fshijmë përshkrimin e parë edhe ta përshkruajmë me një përshkrim tjetër. Ai i cili e përshkruan në formë perfekte është vetë krijuesi i kësaj dunjoje. E Allah Azza wa Jalla përshkruaj në Kur'an shumë ajete dunjon dhe si duket ajo. Ne shpeshherë i lexojmë, dëgjojmë mirë, po megjithatë ato ajete nuk prekin zemrat e tona, nuk prekin mendjet e tona, megjithatë ne jepemi pasaj dhe mashtrohemi pasaj. Shpeshherë kur qëndrojmë me njerëz më të vjetrit të cilët i kanë bërë disa vite dhe kanë përjetuar këtë dunjë, e kanë dëgjuar shpeshherë thonë kjo dunjë nuk është kurrë. Çuditësh. To shi ka mundësi ky njeri i cili ka kalu 70-80 vite edhe ka pas përvoja ndryshme, përjetime ndryshme, në fund thotë kjo dunjë nuk është kurrë. Pse? Allah Azza wa Jalla thotë i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahmun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fi al-amwali wal awlad. Thotë dijeni o njerëz, se jeta e kësaj bote nuk është diçka tjetër përveç se lojë, dëfrim, përveç se humbje kohë, përveç se stoli, përveç se të krenuarit mes jush, edhe po ashtu përpjekje për të ashtu pasurinë dhe familjen. Kjo është realiteti i dunjos. Ne kështu e përjetojmë. Ne përjetojmë dunjon një vend ku kemi mundësi për dëfrim, për arthim,
e humbim kohën, e kalojmë kohën, edhe garon njëri me tjetrin se cili po e shton pasurinë dhe cili po e shton fëmijën. Edhe plus asaj ne e shohim dunjën si stoli, ku e shfrytëzojmë të mirat e saj, i shfrytëzojmë natyrën e saj, i shfrytëzojmë bukuritë e saj, i shfrytëzojmë çdo gjë që është e këndshme për shpirtin tonë. Kjo është dunjoja për neve. Pastaj Allah Zogjel pasi që e përshkoi dunjon, Allah Zogjel e solli një shembull. Zakonisht shembull kur Allah Zogjel i sjell Kur'an, janë shembull praktik për neve ta kuptojmë më mirë realitetin e dunjos, ose realitetin e një gjë që Allah Zogjel dëshiron për me krahasu. Këto krahasime nuk janë krahasime thjeshta, janë krahasime reale. Thjesht për logjikën tonë që të më e kuptueshme dhe ta kuptojmë më qartë, që nëse dikush kuptohet edhe nuk mund ta kuptojë çka do me thonë Allah Zogjel me këtë ajet, Allah pastaj thot, kemetheli gajthin a'jabal kufara nabat. Thot dunjoja është sikur se shembulli një shiu. Ajet ka fjala gajth. Gajth është një shi i cili bie pas një dëshprimi të njerëzve që e kanë prit shiun një periudhë gjatë dhe nuk ka rënë. Dhe zakonisht kur bie shi gëzohen shumë. E ky shi i cili vjen është një shi gëzimi për ata që nuk e kanë përjetuar një periudhë gjatë. E thot Allah që dunjoja është e tillë, ta bën me dije që një herë dunjoja të gëzon. Dhe ti kur je këtu gëzohesh edhe lumturohesh, edhe mendji do thot pret që përmjetu shumë gjatë, për shkak se është e tillë të mashtron me gjithë ato stoli që i ka. Thot Allah Zogjel kemetheli gajthin a'jabal kufar. Sikurse shembulli një shiu i cili bie prej lart në tokë dhe pastaj del bim. Kur mbin ajo bim, bujku habitet me të, mahnitet me të, për shkak se është e bukur, është e heshme. Edhe thot Allah Zogjel thumme yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Pastaj ajo bim me shef që dikur fillon pasi që është e gjelbër, fillon që zverdhet gradualisht. Dikur që të prishet, se e ke po kur fillon për me u zverdh, atëherë dhe bie. Edhe fryma kur fryn e çon majtë edhe gjatë krahasim me bimën e cila është e fortë. Edhe nëse shkon lëkundet pak, ama jo sikur se kjo e cila është e verdh, edhe prishet shumë lehtë. Kështu është dunjoja. Dunjoja fillimisht duket e bukur, duket e gjelbër, që fuqi, apo sikur se një iri i cili e përjeton rininë e tij, në rini, me gjitha fuqi që e ka, mirë po më vonë me vite, fillon që të vije mosha, më e pjekur, dikur pleqëria dhe pastaj vjen dobësia. Kështu është dunjoja. Dunjoja fillimisht duket e bukur, e gjelbër, pastaj fillon që zverdhet. Edhe në fund pastaj që të vyshket, edhe pastaj që të prishet. E thot Allah subhanahu pastaj u fil akhirati adabun shadid. Kurse në ahiret, pasi që dunjoja që ka e tëra kështu, do të vije çështja ku do të vjen një kohë e cila është e përjetshme. Atje kohë, o dënim tash për Allahu azza wa jall, o maghfiratu min Allahi wa ridwan. O do të ketë falje prej Allahut edhe kënaqësi prej Allahut azza wa jall. Tash varet ti cilën e zgjat. Dhe pastaj e përfundon Allahu azza wa jall. Ai thot wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Dunja nuk është diçka tjetër përveç se një përjetim mashtrues. Kjo është dunja. E përshkoi ai i cili e krijoi. Ka dhe shumë ajete tjera të cilat janë ngjashme me këtë ajet që mos i përsëritja dhe mos bëjnë do thot njëjta. Do thot që ky mesazh i Allahut azza wa jall ta po shkruan qartë do thot realitetin e dunjos. Fillimisht fuqi, për shkak se ti e ke pa fillimisht e do dunjon, edhe duket e bukur, duket e ëmbël. Përjetimet, kënaqësi që i përjeton njeriu në rini nuk janë ato kënaqësi që i përjeton diku më vonë ose në pleqëri. Sikurse një person, sikurse individi vet rini është më i fortë, ka fuqi, ka dëshira, më vonë vjen një periudhë ku dikur nuk e interesojnë ato që ka qenë mëra. Dikur pastaj vjen periudha e dobësisë ku nuk ka mundësi për me bën një vepër që për të marrë ka qenë shumë e lehtë, shumë e thjeshtë. Kështu është edhe dunjoja. Një herë duket sytë tu shumë e bukur, pastaj bie, pastaj te sa fon më nuk ka kuptim. Edhe nuk ka, stetin nuk le asnjë lloj gjurme, asnjë lloj shenje për shkak se shef gjithë ato që kanë kaluar kanë një thjesht përjetime. Mirë, po në fund kur vjen dita, momenti, çasti, ka marrë një çast, një moment që secili ka për me përjetu, se shef secilin do thotë që dikush ndron jetë, nër baba, nër nona, pastaj fëmia, pastaj gruaja, pastaj shoku, dikur mbetesh vetë jetim. Ti i cili ke pas shokë dhe ke pas familjarë dhe ke pas akrabë, ke pas gjithë ato miqësi, në fund nuk mbetet askush veç ti vetë. I ke pa disa plesh të cilët kanë mbet vetë si jetima. Pse se nuk e kanë kërkan. Ata kanë realisht familjar, ama shoqëria ju ka ndruaj jetë. Gruaja i ka ndruaj jetë. Do thotë kanë mbet vetë. Nuk kanë me kanë më të flasë, nuk kanë me kanë dalë të bisedoje. Ai thjesht e një vetëm mo garibi huj këtë dunjë, nuk është ai i cili ka qenë marrët. E kjo dunjë ta mëson vetë realitetin e saj. Allah subhanahu wa taala përshkruaj në Kur'an disa raste
Gjitha këto përshkrime, përshkrimin e fuqisë, e pastaj dobësisë, gjitha këto janë shembuj për neve me qëllim që ne të marrim mësime nga kjo dunjë. Përmes se shumë hadithe e përshkroi dunjën. I kemi dëgjuar shpesh, do t'i përmendi vesh kalim të inshallah me lejen e Allahut azza wa jall. Thot përmes se në hadithin që transmeton Ebu Sa'id al-Khudri, thotin në dunja hulwatun khadiratun. Dunjaja është e ëmbël, është e gjelbër. Kështu është natyra e saj. Beshef, gjelbrim e ëmbël, krahaci, përjetime. Thot Allah juve ju ka bë t'jeni më kam stok, me qëllim që ta shohë ju si po punonin këtë dunjë, si po e trajtoni çështjen e dunjës. Tha përmes se fete ku dunjë, keni frikë nga mashtrimet e dunjës dhe keni frikë nga gratë, për shkak se sprova e pa që i preki bijtë e Israilit dhe ronte pikërisht ishin sprovat e gruas. Këtë sprovë ron bijtë e Israilit. Andaj kujdes se edhe juve ju pret e njëjta gjë. Përmes se pastaj tha, dunjoja e tëra është kënaqësi dhe kënaqësia më e mirë për jetimin më i mirë në dunjë është gruaja e ndershme. Jo çdo gruaja. Gruaja e ndershme. Ajo ta kënon syrin, ta kënon zemrën, ajo është krahit për xhenetin e Allahut, dhe ajo është e cila të plotson, dhe ajo është e cila të jep përkrahje në çdo sprovë që e ke dhe të ngushëllon në çdo musibet që e përjeton. Përmes se bashkë me një ditë tjetër tha, sikur dunjoja të kishte pas vlerë te Allahu xhel, vlera e saj kishte përmbajtjen ose vlera e dunjos, ose më mirë me thonë dunjoja të Allahu xhel sikur ta kishte pas vlerën sa krohi mushkunjës. Allahu xhel nuk kishte përmidhon prej saj pa besimtarit asa një glënk ujë. Po ashtu me një ditë tjetër përmes se më tha, dunjoja është burgu i besimtarit dhe është xheneti jo besimtarit. Kjo nuk do të thonë që besimtari në dunjë duhet patjetër me pas vujtje dhe mos e pas kënaqësi, jo. Qëllimi është për besimtarin është më e rëndë, për shkak se ka sprova dhe pse jeton me një burg, po ka kënaqësi, krahasimi jo besimtarin, i cili përjeton gjitha kënaqësitë, po megjithatë nuk ka lumturi. Po ashtu tha përmes se ta dunjoja në krahasim me ahiretin është sikur se ndonjëri për juve me marr gishtin tregues edhe me vendos ndet edhe vetë veproj përmes se edhe çka mbetet prej ujit ngisht kur gjë. Kështu ashtu thot dunjoja në krahasim me ahiretin. Dunjoja shkon kurse ahireti mbetet. Këto ishin disa prej përshkrimeve që përse i përmendin hadithet e tjera ose ka shumë hadithe të tjera. Vesh kalimti do thot sa për një lloj sqarimi më qartë se çka është realiteti i dunjos. Kalojmë te pika tjetër, besimtari dhe dunjoja. Do t'i përmendi disa shembuj. Spori përmes se koka e shëmbulltyrave, pastaj sahabët edhe tabin, shembuj më thjesht. Përmes se siç e tregon Omeri një rast, edhe pse rasti është i gjatë, ka pas do thot një rast për Omeri me vajzën e tij dhe me përmes se po rasti është i gjatë, nuk do të hyjë te fillimi i rastit. Do ta përmendi veç rastin kur shkoi te përmesëm dhe e po gjendjen e tij. Hyri te përmesëm dhe e po përmesëm i shtrim mbi Hasër. Hasër e keni parasysh që është. Edhe përmesëm, siç e përshkruan Omeri, ka qenë i shtrim mbi Hasër. Koka e tij ka qenë mbështetur me një jastëk, e cila ka qenë jastëk prej lëkure dhe nën te ka pasën gjethe palmë. Palmët i dini si janë, gjethet i keni pas janë. I ka marrë ato gjethe, i ka vëndu një stëk një mbi një që të ngritet pak më lart dhe i ka vëndu një lëkurë që ta vendose kokën e tij. Thjesht fukarallëk. Po ashtu thot Omeri, te këmbët e tij i ka pas gjethet që përdorshin për rregje. Te këmbët e tij, kurse te koka e tij e ka pas të varur një lëkurë. Dhe kur i ka pas shenjat e hasrës te përmesëm trupin e tij, Omeri filloi për me qajtë. E i tha përmesëm pse po qon? I tha ja Rasulullah, Kisra, mbreti i Persis, edhe Cezari, mbreti i Romakëve, ata janë kush janë, megjithatë ku jetojnë dhe si jetojnë, përmesëm çfarë i tha atij? Tha, a nuk dëshiron ti që ata ta kenë dunjon dhe ne ta kemi ahiretin? Kjo është e përgjigje përmesëm. Përmesëm, jo që nuk ka pas mundësi për me pas dunjon. Normalisht që po. Nëse Allahu xhel, nëse kit donte vet për me pas, nëse zgjatte Allahu kishte për me dhënë. Megjithatë ka kërku prej Allahut xhenetin Allahut dhe qetë robi Allahut në dunjë. Prandaj thotë Ibn al-Qayyim rahimahullah, prej fjalëve që i përmend, shumë fjalëve. Thotë i është prezantuar dunjoja e ka refuzuar dunjën. Pastaj gjeneratat që kanë ardhur pas tij sahabët,
kur ja shprezentu dunjoja, disa prej tyre e kanë refuzu njëjtë si Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë refuzu tërësisht, nuk kanë dosh me pos punë me dunjon, fare. Pastaj disa prej tyre, një grup, thot kanë kërku prej saj dhe e kanë pyet çfarë ke, ka thonë e kam halalin, e kam haramin, e kam dyshimin, gjërat që janë dyshimta dhe e kam gjërat të cilat janë turrira. E kanë kërku halalin dhe jo diçka tjetër, gjitha tjerat i kanë refuzuar. Do thotë që ka pas sahabe që e kanë refuzuar dunjon dhe kanë qenë asket, dhe ka pas prej tyre që i kanë shfrytzuar të mirat e dunjos përveç halalin. Pastaj thotë erdhën gjeneratat e tjera, ma vonë. Gjeneratat të cilat kur e kërkuan halalin prej dunjos, dunjoja tha nuk ka halal. E kanë marrë halalin, kanë bet harami, dyshimi edhe gjërat e urryera. E morën dyshimin dhe i morën gjërat e urryera. Dhe pastaj erdhën gjeneratat e tjera. Dhe kur kërkuan prej saj halalin ose diçka prej të urryrave, tha dunjoja nuk ka përveç haramin. S'ka çfarë. Tha e morën haramin edhe nuk pyetën fare. Pastaj erdhën gjeneratat e tjera, kur erdhën ato kam gulshin me gjithë mundin e tyre për me shku dhe për me marrë haramin dhe pse e dishin që është haram. Pastaj erdhën gjeneratat e tjera dhe nuk mbet për ta dhe harami. Derisa dunjoja ju tha atyre zullumçar që po i shef, ata e kanë marrë krejt dhe nuk kanë lënë kur gjë. Prandaj thotë Ibnul Qayyim, nuk ka njeri i cili është zullumçar, vetëm se pas tij e gjen një zullumçar i cili është më i keq se saj. Nuk ka njeri i cili është kriminal, vetë se e shef një njeri që është më kriminal se saj. E kështu do thotë ka shku gjenerat pas gjenerat edhe dashuria për dunjon. Mendën e tonë historinë e muslimanëve. Kene për me pa dallim të madh mes gjeneratave të para, edhe gjeneratave të cilat kanë ndonjë më vonë, e mos flasim për gjeneratat e tona të cilat padyshim që janë gjenerata që as diskutohet. E thotë Ibnul Qayyim rahimullah, çudia është e madhe, se dunjoja thjesht është diçka e cila ti nuk e posedon dhe ti je musafir. Dhe çdo gjë që e ke është hua, që Allah subhanahu wa taala ka dhënë dhe kur do ta merr. Thot Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thot nuk ka njeri i cili ekziston, jeton këtë dunjë vetë është musafir te. Edhe pasuria e tij është hua. Musafiri u ton kurse huaja kthehet. Pa çfarë ke për me kthy. Kjo është dunjoja dhe kjo është realiteti i saj. Thoshte Imam Kurtubiu, për pejgamber të Allahut azza wa jall, asnjëri për pejgamberëve nuk gëzoi me begatit me mirësi që Allah subhanahu wa taala jepte atij prej dunjos. Edhe pse i ka pas gjitha, ka pas pejgamber që ka pas pasuri dhe ka pas mirësi, megjithatë nuk kanë qenë të lumtur ose nuk kanë qenë kënaqur në atë aspekt sikur se ne që kënaqemi me çështjet e dunjos dhe gëzojmë me atë. Jo, ata thjesht e kanë përjetuar sikur se një gjë e cila ka ardhur, dhunti prej dhuntive të Allahut të shërt dhe padyshim që ata kanë përmelon ose e kanë shpërndar. Sahabët, ata që e vazhduan rrugën e Pejgamberit, këtë fushë një prej tyre ka qenë Omeri radhiyallahu anhu. Omeri ka qenë njëri i cili as kujdes shumë, ka qenë kujdes shumë për pijen, për ngrënien e tij, për ushqimin e tij, për veshmbathjen e tij, nuk ka qenë i dhënë shumë tepër pas tyre. Ka qenë tejmose, do thotë i kujdesshëm. Thot Omeri për ajetin që Allah subhanahu wa taala ka thënë edhhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Omeri ka pas frikë, cila ka qenë frika e tij nëse i përdor dhuntit edhe mirësitë Allah gjitha kënaqësitë, sikurse ne që i përdor me shumë, mi ka dalë diçka e re, më njëherë shkojmë ta marrim janë. Thot Omeri, ka marr koha, kam frikë, ndoshta Allah ka për më thonë, kështu, siç e ka përmend argumentin. Ku ka thonë që ju i keni përjetuar gjitha kënaqësitë, edhe s'keni lënë gjë pa përjetuar, edhe ju kanë shkuar të mirët e juve. Për shkak se çdo të mirë që e ke bën, Allah ta ka kthyr dy fish. Ama ndonjë edhe ti e ke shfrytzu, nuk kenon kur gjë për vete për ahiret. Dhe në fund kur ke dalë para Allahut s'ka mbet kur gjë. Gjithë ato të mira që i ke bën, i ke shfrytzu ndonjë. E Omeri e ka pas këtë frikë, që mos t'i thosë Allah subhanahu wa taala, mos i thosë që ti s'ka mbet prej dunjos, s'ka mbet prej mirave tua asgjë për shkak se i ke shfrytzu gjithë ato dunjë. Air fajada al-Thaqafi thot i thashi Abdullah ibn Mesudit, lexon Kur'an. Abdullah ibn Mesudi lexoi sebbih isma rabbikal a'la dhe kur arriti te ajeti, kur arriti bel tu'thirun al-hayat ad-dunya, ju i jepni përparësi jetës së dunjës dhe nuk jepni përparësi jetës së ahiretit, atëherë e la leximin edhe u kthye ka shokët e tij të pranishmit edhe i tha na mbyti dunjoja. Dunjoja po na çon që ta harrojmë ahiretin e njerëzit heshtën, se e dinin gjithë realitetin e tyre. Dhe pastaj tha Abdullah ibn Mesudi, tha dunjoja, tha po na mashtron
për shkak stolive të saj, për shkak bukurive të saj, për shkak pasurisë, për shkak grave, për shkak ushqimit edhe për shkak pijës. Gjitha këto janë sebeb që njeriu të mashtrohet edhe qepet pas dunjos edhe të harrojë ahiretin e Allahut azza wa jall. El Ahnaf ibn Qais thoshte kur shkova në Medinë, isha ulur me një rreth, ishin Kureshit. Edhe erdhi një njeri me një pamje më të vrasht, veshje, edhe fjalët e tij ishin çuditshme. Ky njeri ka qenë Abu Dharr radhiyallahu anhu. El Ahnaf ibn Qais tha, erdhi ky njeri dhe ju tha atyre pranishve, tha, përgëzoj ata që e depozitojnë pasurinë e tyre arin dhe argjentin. Tha, përgëzoj ata, tregoj atyre për një gur i cili do të vendoset zjarmin e xhenemit edhe do të kallet, do të dhezet, do të nxehet. Dhe pastaj tha, do të mire, do të vendoset mbi shpatullat e tuaja derisa ai të dale për te gjoksave tuaja duke u dridhur. Edhe njerëzit filluan për me heshtë, nuk i erdhi mirë ky mohabet. E ke pa kur shkon dhe i këshillon disa prej atyre që kanë pasurinë këtë formë, nuk ju vjen fare mirë. Po ky njeri nuk u mërzit fare hiç. Edhe pasi që i këshilloi u largua ulme i qosh, edhe thot El Ahnaf ibn Qais të shkova ula, i thash atij, apo ky mohabeti joti nuk i erdhi mirë. Çfarë i tha Abu Dharr? Abu Dharr i tha, shiko, tha shoku im, dosti im, Pejgamberi tha, më tha një dhe prej tyre, tha, apo e shef Uhudin? I thash po. Edhe unë tha, mendova që po më thot, apo e shef perëndimin e diellit, do thotë që s'ka mbet shumë kohë që të perëndojë dielli, ndoshta ju ka dash diçka për me shku me kry. E më tha, Pejgamberi ta kisha pas një pasuri sa kodra e Uhudit, krejt kisha për mi shpenzu përveç e 3 dinarme. Ato kisha për mi mbajt. Krejt. E tha, këta persona, këta shokët e tu, këta nuk janë të rezi. Nuk janë të e ditë se Allah Zogjel ka për mi vetë, për krejt këtë pasurin, që e ka, krejt, këta nuk e din. E i tha, El Ahnaf ibn Qais, tha, po pse tha nuk për kërkon prej tëre? Pse nuk për kërkon prej tëre? Tha, unë nuk jam nevojtar. As për mi vetë, as për dunjo, e as për çështjen e fesë. Derisa të takoj Allahun, dhe derisa të takoj Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thoshte Wabara, e pyeti një njeri Ibn Omerin, i cili ishte duke e pyeti për tawafin. Tawafin ta krye, do thotë para se me shkojnë në Arafat. I tha Ibn Omeri, "Mi, çka të pengon?" Tha, "Jo, kur gjon, tha, po e pyeta tha njërin filonin, e birin e filonit, ai tha e urreu." E tha, "Na të kemi më shumë për zemër ty." Pse të kemi për zemër ty? Për shkak se filoni po na duke që i ka një dunjë në zemër shumë. Shikoni? Sikur se tash e ke po, kur i vet, kur e pyetën në xhallat. Kur thot filoni, më thot duket se filoni ka një dunjë në zemër atë. Ai e gjikon. Thotë filoni masket, mashallah. Se ti ke një zemër dikujt aty pedi, apo? E çka i tha Abdullah ibn Umeri? Çka i tha? Tha po, kush nuk ka rënë sporën e dunjës? Kush nuk ka? Këtë kanë rënë. Këtë, se cili ka rënë një formë për formën e dunjës, se cili. E këtu nuk është një pyetje, do thotë çështja e asaj, kysha ka pyet, mirë po Allah i numere ka kuptuar mirë realitetin e atij se gabim është. Am kupton se ai fetvon që ai ka dhënë ka qenë një sahabi, edhe ka qenë sahabi i madh. Megjithatë te njerëzit am kupton është duke ashtu. E njëjta është njëti mentalitet edhe sot. Po do marrë film sot është edhe më i thekshëm. To ishin përsa i përket rasteve të sakta. Rastet e tabinit ta përmendim veç një, Malik ibn Dinar, kohën kur erdhi vdekja e tij, ishte i samur, e ngriti kokën e tij ka qiell dhe tha ti e di. Që nuk e kam dashur qëndrimin në dunjë, nuk e kam dashur qëndrimin në dunjë për shkak barkut tim ose për shkak organit tim. Jo. S'kam dashur me qëndru në dunjë për me hongër dhe me pi dhe për me martu. Po qëllimi im ka qenë krejt veç ta adhuroj ty o Zotin, kur zot tjetër. Ky ka qenë synimi im. A kemi në zemër për me dalë me thonë se qëndrimi jo në dunjë ka qenë i tillë, nuk besoj. Për shkak se ndoshta mu dhe ty na mashtrojmë mes vete, ama Allah zotë që s'ka mundësi për e mashtro. Kalojmë te pika tjetër, cilat janë dukurit ose si manifestohet dashuria e dunjës. Si do të thotë mund ta vlerësojmë për dikan që e do dunjon,
Normalisht që ka shumë me një, ndoshta me një pikë njeriu secili ndoshta prej neve e ka dhe nuk mund dikush të thotë që ky e do përshet një pikë, po në përgjithësi këto pikat e kush gjenden ato manifestojnë, tregojnë edhe që ky person e do dunjon. E para është këmbgulja për kujdesjen ndaj dunjos. Personi këmbgul, kur është mbytyje dunjoja, ai person e shef që çdo herë këmbgul për çështjet e dunjos. E do në vazhdimsi merret me dunjon edhe punon për dunjon dhe nuk i intereson për çështjet e ahiretit. Personi i cili tan ditën punon dhe person tan ditën i cili planifikon edhe synon dhe gjitha synimet e tij, planifikimet e tij nuk janë tjera veçse planifikimet e dunjos. Nuk do të bëjë ky njeri kurrë me çështjet e ahiretit. Ky person i cili ka ngul dhe madje e shet edhe fenë e tij për çështjet e dunjos, dije që ky person e do dunjon. E do i shef edhe cilësi tjera, e shef kooperacion, e shef do thotë që nuk është bojar, e shef që është droshtrëngum, e shef do thotë që është lakmitari, i cili lakmon edhe e don edhe nuk do për me ndru jetë. Këto gjitha janë cilësi që kallëzojnë që ky person e do dunjon. Kjo është e parë. Dyta, e kërkon dunjon nëpërmjet veprave të ahiretit. Te selefi thoshin që dëshira ose puna më e fllisht në dunjon është që njeriu ta kërkojë dunjon me punë të ahiretit. Thoshte El-Fudali ibn Iyad, për mu më e mira të ha në dunjon prej pasurisë e cila fitohet prej muzikës, prej instrumenteve, se sa unë me hangër prej fesime. Ma mirë ha prej dunjos, në dunjon, ma mirë ha diçka që është haram, apo se sa me fen time, me shit fen time për me jetu në dunjon. Jo. Kjo nuk do më thonë që muzika është halal. Po ta ka prunë një shembull me të kallëzuar se sa e rëndë është ti me kërku dunjon nëpërmjet veprave të ahiretit. Kjo është. E kërkon dunjon nëpërmjet veprave të ahiretit. Është rrezik i madh. E thoshte Malik ibn Anas, Imam Maliku, për mësuesin e vet, Rabiat al-Rai, i ka thonë një ditë prej ditëve e ka pyetur, i ka thonë kush janë fundrinat. I ka thonë fundrinat janë ata të cilët hajnë me fenë e tyre. E i ka thonë, kush janë fundrinat e fundrinave? Kanë thoshte, ai i cili e përmison dunjon e tjetrit, duke e prish fenë e tij. Ja përmison tjetrit dunjon duke e prish fenë e tij. Kjo është fundrina e fundrinave. E do thotë, kur e shet fenë e tij, për dunjon të dije që ky person e do dunjon dhe nuk e do ahiretin. Luksi, begatia në veshje, në ngrënje, edhe në pirje. Normalisht. Secili prej neve e ka një dopsioshe, e do dunjon. Kjo nuk do më thonë që ndalohet me hangër dhe me pi dhe mu vesh. Jo, qëllimi është mi te i kalu kufit. E te i kalimi kufive aluton që ti ke problem. Se secili prej neve vishet, madje preferohet më vesh bukur edhe nëse i ke mundësi me hangër me pi, tamam. Ama jo me te i kalu gjitha kufin, që ti ke mundësi me hangër një sen e cila është 2 euro, ose 3 euro, ose 5 euro. Ama jo, ti do me hangër një sen e cila kushton 500 euro dhe me ta sjell special dikun prej një shteti ose një qyteti veç për ty, special me ta pru në tryes. E kjo është e tepërta, po, që ti nuk jash mbret, as nuk je pushtetar, edhe nuk e ke ndonjë smundje që duhesh patjetër me pru një ushqim, se potes. Jo. Do thot, luksi si luks, tash vara si ka definicionet e veta, ne kemi fol si vepër e parë që e prish zemrën, luksin. Dhe aty i kam trajtu shumë për definicionet dhe rregullat që i jep Islami. Me po luksi i teprun, që ti shembull ka mundësi më me një pirun, po. E dikush ha për pirun i cili është prej Ari ose Argjenti dhe kushton një pirun 3-4 euro. E atë ban më mirë, s'pa më mirë. Ti mundish me një pirun shka 1 euro ose 2 euro me hungra, po. Ama jo, do me hongër me një pirun i cili është 3-4.000-5.000 euro, më këton pëse se njëhesh, më këton njofin njerëzit që ty kushje, tam, e shumë tjera hadithe, do në shumë tjera. Tjera është një hadithi, për mësem nuk e di saksin. Edhe pse transmetuesit, si shtot Imam el-Haythami, thot që janë besueshëm, Imam Ahmedi transmeton hadithin, ka thonë pësem, iyake wa tana'um, ka thonë kujdes nga luksi, sepse robërit e Allahut Azza wa Jall nuk janë ata që merren dhe që jepen pas luksit. Po ashtu për manifestimeve është njëri kur e do parën, e do pushtetin, e do famën, e do pozitën.
Do pare, do famë, do pushtet. Këtë dojnë pare. Edhe hoxha do pare. Që të një dikën punën në hoxhën, edhe hoxhën, për shkak se edhe hoxha është njeri. Allah thotë wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kjo është natyrë e njeriut. Allah subhanahu ka mbjell dashnin për parë të secili, ose për mall, në përgjithësi. Kjo është natyrë, nuk mohohet. Kush e mohon gabon, se s'mund të mohoj natyra e cila është pjesë e vetë njeriut. Mirë po është qëllimi e do pasurinë, do shumë çmetet pasoj, jepet pasoj, edhe do thotë të kalon gjitha kufit. E do pozitën, e do famën, e do pushtetin. Këto është rreziku. Se ai personi i cili e do pushtetin, e do famën, gjitha i ban, veç me arrit deri aty. Prandaj tha pejgamberi se tha dy ujë që ujku sa dëmban, dy ujë të uritur, plus të uritur. Tha nuk bëjnë dëm kur shkojnë me një kope me dele, nuk bëjnë dëm i tyre shumë më i vogël se sa kujdesi i njeriu për pasuri dhe për pushtet që e dëmton fenë e tij. Kujdesi për pasuri dhe për pushtet e dëmtojnë fenë e tij shumë më shumë se sa dëmi që është bërë prej dy uqërve që kanë shku me një kope dhe kanë hangër dhe kanë bërë fesat kope me dele. So mundën me hangër ato, 1, 2, 3, 5, 10, 50 dele. Tamam. Ama ai i cili e do pasurinë edhe do pushtetin, dëmi i tij në fe ka për me qenë i madh. Pse? Për shkak se atij më nuk ka për më interesu as halal dhe as harami, synimi i tij është krejt veç të pushtetit, të fama edhe të pozita. Pika rreth është cila është shkaqja që e çon njeriu ta dojë dunjon. Pse e do njeriu dunjon? E para janë stolitë e dunjos, dukshme që njeriu i shef lakmon pas tyre. Allah thotë el-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Wal-baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Thot pasuria edhe fëmijët, edhe pse në gjuhën arabe el-banun janë gjemt. Pse gjemt? Për shkak se gjemt zakonisht njerëzit i dojnë më shumë se sa vajzat. I japin prioritet. Edhe kërkojnë që të kenë gjem, edhe pse vajzat normalisht janë dhunti prej dhuntive të Allahut azza wa jall. Thot fëmijët edhe pasuria në stoli e kësaj dunjoje. Njeriu lakmon mas stolive, lakmon mas fëmijëve, edhe e do. Thjesht natyrë. E do edhe anon ka ato. Kurse thot Allahu azza wa jall, kurse veprat e mira janë ato të cilat janë dashura te Allahu azza wa jall, ato që mbeten, dhe padyshim që ato janë shpresa për njeriu që nëpërmjet tyre ta fitojë xhenetin Allahu azza wa jall. Po është hadithi pejgamberit që dunjoja është e ëmbël dhe e gjelbër. Kjo të kallzon që dunjoja të mashtron dhe ka stoli dhe tërheq qosh. Është e tillë që qosh. Në fillim duket e bukur, sikur se do kur e përshkruajnë dunjon e përshkruajnë sikur se një grua e cila është vesh me rroba, edhe me stoli, edhe është parfimos, edhe njeriu nuk e shef prej prapa. Edhe ti shkon pas, e shef, mendon që është femër, e bukur, grua, e mirë, edhe i shkon pas mahnit parfumi i saj, mahnit veshja e saj. I shkon pas, derisa dikur kur ndalet e largon mbulesën ose e largon do thot atë rrobën e saj, edhe kur e shef një plak, që kur e shef trishtohesh prej saj. Kështu është dunjoja. Edhe ti ngon mas, e gjelbërt e mirë, e heshme, aroma saj, parfumi saj, ama kur vjen ka pleshnia, atëre e shef që ke gabu, ke mas një plak e cila nuk e ka mbet. Kështu është dunjoja. Kështu është përshkrimi më i thjeshtë që e kanë përshkruar do thot ulemat. Kjo është e para, do thot stolitë e saj, bukuritë e dunjos, dukshme që njeriu i shef e mashron që ta dojë dunjon. E dyta është animi i nefsit edhe i shpirtit ka dunjoja. Allah thot zujjene linnasi hubbu shahawati min an-nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Thot Allah subhanahu i është bë e dashur njeriu. Dashuria ndaj të këndshme për kësaj dunjoje, dashuria ndaj grave, dashuria ndaj fëmijëve, dashuria ndaj arrit të argjentit, dashuria ndaj kuajve, dashuria ndaj baktisë, blegtorisë, gjitha këto janë bë dashura. E ke pa e do gruan, burrin do thotë qëllimi, ashtu si gruaja burrin, i do fëmijët, e do baktin, i do blegtorit, e do arrin të argjentin, këto janë ato kryesorët që sillen taj. Gjitha këto janë kënaqësi thot Allahu subhanahu wa taala dunjos, dhalike metal hayati dunya. Kënaqësitë e kësaj dunjoje, përjetimet e saj. Wallahu indahu husnul ma'ab. Te Allahu subhanahu është përfundimi i përjetshëm, përfundimi i mirë. Te Allahu subhanahu do thotë është ajo realja. E këto që janë dunjos të janë thjesht përjetime përkohshme. Thoshte pejgamberi zemra e plakut mbetet e re
në dashurinë e dy gjërave, dashurinë që të jetojë më gjatë, dashurinë e pasurisë. Plaket i biri Ademit. Ama i do dy sene me vete, non stop i ka me vete. E do dunjon, do me jetu më gjatë. Kur e vet, thot kam qef edhe 100 qera me jetu. Edhe e do pasuri. Edhe plakti e shef që alo ndron, alo do me pas pasuri. Çuditësh, e këto dy nuk plaken me të. Edhe pse plaket trupi i tij, fizionomia e tij, pamja e tij, mirë po këto dy i mbeten treja në zemrën e tij. Do thot pa me se më ditë tjetër, thot plaket i biri Ademit kurse dy i mbeten treja. Mbeten treja në zemrën e tij. Kujdesi për pasurinë dhe kujdesi për jetën e tij. Mja ditë tjetër tha pemë se sikur i biri Ademit i pas dy lugina prej arit, kishte për me kërku luginën e tretë dhe nuk e mbush fytin gojën e birit Ademit vetë se dheu, kur futet më dhe më atëre s'ka. Shpresa e tij humbet, prishet dhe tha pemë se sem Allahu ja fal atij i cili do thot kërkon falje ose i cili është pendu. Po shumë edhe tjetër tha pemë se sem sikur i biri Ademit pas një lugin prej arit kishte për me kërku dhe luginën e tjetër dhe nuk e ngopi birin Ademit përveç se momenti kur i mbushet goja e tij me dhe. Edhe kështu është realitet. E ki pa me t'i dhon 5.000 euro, i lipi edhe 5.000 qera. Edhe pse tu mi pas 5.000 më nuk lipja, më nuk është ashtu. I lipi edhe 5.000 qera. Me thonë edhe 10.000, 100.000, ti thua që 100.000 tamam dhe 100.000 qera mi pasën, sa problem. Atë çdo herë i biri Ademit kërkon më shumë e më shumë. Nuk nolet asnjë, s'ka kufi. Kështu është i biri Ademit. Po ashtu dhe kjo është pika e fundit pse do dunjon, është do thot i jep përparësi do thot tashmës para asaj e cila është e largët dhe e pritshme. Normalisht që ngutet i biri Ademit. Ngutet për shkak se i jep përparësi asaj që e përjeton dhe mendon që është e përhershme dhe i vjen mërzi me pritat e cila është e përhershme, mundet me qenë sot, nesër, pas 100, pas 1 milion viteve, me që thatë do të vije, dhe do të jetë për herë. E thotë Allah Azza wa Jalla, bel tu'thirun al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ju jepni përparësi dunjos përpara ahiretit, megjithatë ahireti është ai i cili është i përhershëm. E pse njeriu e bën këtë janë dy shkaqe. Shkaku i parë është prishja e imanit dhe fesë, do thotë imani i tij është i dobët, fetaria e tij është e dobët, edhe shkaku i dytë është prishja e tij në logjikën e tij. Do thotë logjika e tij është e mangët, për shkak se nuk mundet mi perceptuar realitetet e dunjos. Allah të ka çu pejgamber, të ka çu libra, të ka çu mesazhe, të ka çu paralajmërime, të ka çu përgëzime, gjitha megjithatë i refuzon. Ka thonë se kjo është kështu, dunjoja është kështu, kjo është kështu, kjo të mashtron, kjo të largon, kjo të afron, gjithatë megjithatë e vazhdon njëjtën rrugë, njëjtin rrugtim ka jenis. Cilët janë dëmet e dashnisë për dunjon do të mbetet për ligjëratën e ardhshme me linë Allahu xhel, edhe po ashtu ushërim me shumë gjëra tjera, të cilat më kanë bërë për me fol për sonte, besoj që kaq mjafton. Elus Allahu xhel që Allahu xhel. Na mundsoj që dunjon ta kemi në dorën tonë, jo në zemrën tonë, për shkak se dunjoja është ajo që ne ku jetojmë dhe nëpërmjet dunjos e synojmë ahiretin, ndaj i cili thotë që nuk duhet për me jetu në dunjë, gabon për shkak se ne jemi veç të, edhe nuk mundet për me hyrë në xhenet pa përjetu dunjon dhe pa përjetu vdekjen. Po nëpërmjet dunjos shpresojmë që Allahu xhel na mundsoj ta fitojmë xhenetin. Allahu xhel, elos Allahun që Allahu nëse dikujt i jep Allahu xhel që mundsoj që pasurinë e tij ta shfryzoj për hajër dhe për mirësi, nëse Allahu xhel na mundson që të kemi nga kjo dunjë, që këtë dunjë ta shfryzojmë në kënaqësitë e Allahut azza xhel, dhe elos Allahun që Allahu ta na bëj pasanik zemrat e tona dhe ta bëj pasanik shpirtin ton, edhe ta kërkojmë pasurinë zemër, edhe shpirtin mos ta kërkojmë pasurinë në madh, sepse realisht mundesh e pas, por nuk ka bereqet. E ta kërkojmë bereqetin të. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.